Atëherë, mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit që keni ardhur në këtë konferencë zyrtare për median të kombëtares shqiptare në prag të ndeshjes Ukrainë-Shqipëri e vlefshme për Nations League që do të luhet nesër duke filluar nga ora 20:45 këtu në stadiumin E5 Arena të Pragës. Konferencën tonë zyrtare zakonisht mund ta ndiqni në kanalin e Federatës Shqiptare të Futbollit në YouTube. Ne jemi këtu me trajnerin Silvinjo dhe me sulshorin Ylber Ramadani, që do t'i përgjigjen pyetjet gazetarët, ndërkohë që përveç gazetarëve që kemi sallë, do të kemi edhe disa prej kolegëve tanë në lidhje online, cilët gjithashtu mund të drejtojnë pyetje gjatë konferencës. Do ta filloj me pyetje për mesazhorin Ramadani dhe pasi të kemi përfunduar me Ramadanin, ai do t'i bashkohet skuadrës dhe ne do të vijmë me trajnerin Silvinjo më tutje. Atëherë Sabina Mete, pyetjen e parë për Ramadanin. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sports. Ramadani së pari suksese, vini pas një periudhe të suksesshme europianit, tashmë koha për të parë përpara, ju jeni më në brendësi të grupit, si paraqitet atmosfera brenda grupit kuqezi? Përshëndetje, siç kam thënë gjithmonë edhe them tani, atmosfera e ekipit është fantastike edhe jemi shumë të përqendruar sepse nesër na pret një lojë shumë e vështirë edhe atmosfera e grupit është shumë e mirë. Tashmë dihet që Ukraina është një ekip shumë i përgatitur fizikisht dhe me karakteristikat që ju keni, puna pothuajse është dyfish, sa gati jeni ju? Jemi shumë gati, e kemi studiu Ukrainën shumë mirë, e dim se ku është pika më e fortë edhe jemi duke punuar shumë dhe shpresojmë që nesër të marrim rezultatin pozitiv. Ramadani, një faktor kyç dhe plus për Shqipërinë është fakti që do të luajmë në një fushë asianse dhe ju pikërisht nuk do të keni edhe presionin e tifozërisë kundërshtare. Shiko, ne kur jemi në ekip jemi profesionist, edhe mrena apo jashtë shtëpisë kur të luajmë, gjithmonë përqendrohemi maksimum që të japim maksimumin në ndeshje. Nuk ka rëndësi apo është jashtë ekipi apo nuk luan aty, po jemi shumë përqendruar për të bërë një ndeshje shumë të mirë. Atëherë Ramadani, me mungesat e shumta rritet edhe më shumë, duke qenë se në këtë ndeshje do të mungojnë lidrat në prapavile, themi, rritet edhe më shumë pritshmëri tek ju në mesfush, i cili është reparti i vetëm që është i plot, reparti i europianit. Sa jeni gati që të merrni edhe më shumë përgjegjësi, pse jo edhe shiriti i kapitenit në një të ardhmen shumë shpejt? Shiko, atë e vendos trajneri për atë punë, por unë them gjithmonë, ne kemi stërvitur shumë mirë gjatë javës, jemi përgatitur shumë mirë, e dim se çfarë kundërshtari na pret nesër në fushë në ndeshjen e nesërme, por ne jemi të përqendruar maksimalisht që ta japim maksimumin edhe të marrim rezultatin nesër mbas ndeshjes. Një pyetje kam për kolegun e mesfushës me Dom Berishën që e keni edhe shok skuadre tek Lecce. Është parë të aktivizohet shpesh ndonse si zëvendësues gjatë këtyre javëve të para të kampionatit italian. Ka bërë debutimin me kombëtaren europian, a është gati edhe ai të jap një kontribut më të madh me kombëtaren? Po, në Medonin e shoh çdo ditë në stërvitje, e shoh këtu me kombëtaren, ai punon shumë, është profesionist, është një lojtar i ri që është për të ardhmen edhe është shumë i përqendruar çdo herë dhe është shumë gati për ta japur maksimumin e tij. Okej, atëherë vazhdojmë me pyetje nga kolegët cilët po na ndjekin online. Fjala për Endrit Sauku, TV Klan. Po. Atëherë, është një ekip që ndryshon pak nga i europianit, ka element të rinj, të futur rishtazi. Si janë përshtatur ata me grupin? Po e thash, janë përshtatur shumë mirë dhe janë duke bërë shumë mirë në stërvitje edhe mendoj që edhe ata do ta japin maksimumin si gjithë ne që do ta bëjmë gjithmonë. Okej, pyetje tjetër. Endrit. Kalojmë te Kristi Seatlari, Panorama Sport. Ramadani, sipas mediave të huaj, në letër jemi më pak të punëtorit për të fituar grupin. Realisht, si ishe shanset e ekipit kombëtar në Ligën e Kombëve? Unë kam pa dhe këto që kanë thënë për neve jemi më pak të kohëtuarit, po ne, forca jonë është grupi, ne ishim dhe do ta bëjmë gjithmonë atë më të mirën për të fituar këtë grup. Kemi lojtarë cilësor edhe ne jemi ekip cilësor dhe do të bëjmë gjithçka për të arritur në krye të grupit. Dalja jote në konferencë sot me trajnerin Silvinjo, do të thotë që nesër do mbani ju shiritin e kapitenit? Atë nuk e di, unë e din trajneri më mirë,
po nëse do t'jem do t'ishtë në kënaqësi e madhe që do t'a bëja me gjithë nder. Okej, pyetje nga Mantha Prokopi, Syri TV. Përshëndetje Elber, përshëndetje të gjithëve. Nisur dhe nga eksperjenca në Euro 2024. Çfarë mund të themi që ju personalisht, por edhe si grup, mësoi kombëtarja jo nga jo eksperiencë që mund t'i shërbej ju personalisht dhe kombëtarës tonë në Nations League? Po, do na shërbej shumë sepse kemi lozur kundër kundërshtarëve më të fortë të Evropianit, edhe tani e dim se çfarë niveli kemi lozur në Evropian ishte një nivel shumë i lartë, edhe mendoj që jemi akoma, tani kemi fitu akoma me eksperiencë, dim si mund të luajmë së bashku dhe besoj që kjo do na shërbej shumë për kualifikueset e Nations League edhe për kualifikueset e botrorit. Okej. Sa i përket një pyetje, lutem, sa i përket repartit të mesfushës, përflitet për balotazh mes edhe Qazim Laçi mund të ketë një vend titullari. Ju personalisht si ndiheni më rehat në mesin e fushës, me Aslanin edhe Bajramin apo me Aslanin edhe Laçin? Shiko, unë nuk kam preferenca, për mua kush dush të luaj me mua nuk e kam problem, unë e përshtatem me të gjithë, por siç e tham në këto zgjedhje taktike është trajneri që vendos, unë ndihem mirë me të gjithë. Okej, kemi pyetje nga media ukrainase, from Ukraine media. Is there any questions? Доброго дня, я з Української асоціації футболу. У мене запитання до тренера і до гравця щодо підготовки обох команд до цього матчу. Як ви її вбачаєте, зважаючи на те, що обидві команди були учасниками Євро 2024 і, в принципі, не так давно в них був гарна можливість провести хороші матчі на міжнародному рівні. Okay, can you hear me? Okay, the question is to both, to the player and to the head coach. Talking about that both teams were the competitors at the Euro 2024, and you had very good competitive period this summer. Actually, how did you prepare for the match against Ukraine? How can you describe this preparation, actually? Okej, të dyja ekipet kanë qenë pjesë e Euro 2024, si jeni përgatitur për këtë ndeshje, për Ukrainën edhe për ndeshjen tjetër? The European, it was a tough competition for us, and it was a very strong team in our group, and the level of concentration in our group was so high. And as I said before, we are prepared now. We have more experience, and we are more experienced team, and we have to go tomorrow to do it our game, and we show our group that we are a good team. Говорячи про наші матчі на Євро, я можу сказати, що в нас була... We do it in Albanian and then... Albanian first. Okay. Euro 2024 ishte një kompeticion i vështirë, kishim shumë ekipe të vështira në grup, por përqendrimi i ekipit tashmë është shumë i lartë, jemi shumë të përgatitur, kemi krijuar një lloj eksperiencë, kështu që do të futemi në fushë për të dhënë më të mirën. Говорячи, власне, про наші матчі на Євро, я можу сказати, що в нас була дуже складна група, і кожен наш матч вимагав від нас великої концентрації. Тож Євро дало нам дуже багато досвіду в плані гри на високому рівні. І що стосується гри проти України, ми максимально готові, і ми готові показати свою гру, тому що для нас важливо проявити себе в цій групі, вже маючи досвід Євро. Okay. Any more questions for the player? Just for the player? No. Okay. Faleminderit, thank you very much. So you'll join the team and then we can continue with the coach. Fillojmë me pyetje nga media shqiptare për trajnerin Silvinjo, Sabina Mete. Ciao mister. Sa kanë ndikuar ndryshimet që ka pësuar grupi? Jemi pa dy qendrat e mbrojtjes, dy lojtarë shumë decisiv, por që kanë qenë edhe titular në të treja sfidat e Europianit në fakt. Precedenti. Con noi italiano, vero? Sì. Sì. Poi
Sì, e questo è un lavoro di una nazionale, succede purtroppo, e ho visto anche tanti altri nazionali hanno perso calciatori. È un momento molto delicato, difficile, dopo un europeo, poca vacanza per i calciatori, pochissimo. Loro rientrano, fanno un ritiro, e 1, 2 gare, 3 di ritiro e vengono alla nazionale. Tanti, io ho letto, ho visto, hanno rientrato. È un momento difficile, ma è la nazionale. Noi dobbiamo rifare, mi ricordo in Varsovia anche è successo uguale, abbiamo perso 2 centrali e abbiamo rifatto, ci sta, un'opportunità per altri calciatori prendono questa opportunità, ma una cosa mi preoccupa a livello di calciatori, sono tante gare, mica semplici, loro vengono da un europeo difficilissimo, tanti di loro non hanno fatto praticamente vacanze. Po, kjo gjë ndodh shpesh herë nëpër kombëtar, është një moment delikat, duke qenë se lojtarët pas europianit nuk kanë pasur shumë mundësi për të pasur pushime, më pas pushimeve kanë qenë të grumbulluar, kanë luajtur 2 deri në 3 ndeshje dhe më pas përsëri duke u grumbulluar me kombëtaren. Por ne duhet të punojmë në këtë situatë. Edhe në Varshavë kemi pasur një situatë të ngjashme kur kemi humbur disa lojtarë, por që është momenti i duhur, mundësi e mirë për lojtarët të tjerë për të qenë pjesë e formacionit. Këto janë gjëra që ndodhin në një kombëtare, por që ne duhet punojmë në këtë pjesë. Mister Arber Hoxha ka dhënë sinjale pozitive si në Europian, ashtu edhe me klubin e tij, është gati për një fanel titulari? È pronto Arber Hoxha per essere la formazione, perché ha fatto bene nell'Europeo. Tutti i calciatori sono pronti, è quello che vogliamo noi, è giusto, è quello che vogliamo noi. Ancora abbiamo un allenamento questo pomeriggio. Domani una piccola cosa la mattina, sveglio muscolare, vediamo, ma ci sta, bella domanda, nel senso, non è una mica semplice un calciatore, ha fatto bene, ma lui non ha iniziato una gara ancora. Abbiamo portato noi, lui è venuto già in marzo, io mi ricordo la storia da lui, marzo 2 amichevoli, arriva perché noi abbiamo visto lui, eravamo indietro da lui, viene, fa 2 amichevoli, inizia il suo percorso con la nazionale e sono i step, a vasci, gadai, è importante anche il calciatore crescere in una nazionale, non è mica semplice metterci una maglia importante come la nostra, lui come tanti altri sono in grado, io è un calciatore importante per noi, siamo lì a prendere cura di tutti. Të gjithë lojtarët janë gati, ne kemi sot një stërvitje edhe nesër kemi disa ushtrime sa për të ngrohur muskujt. Nuk ka nisur ende Arber Hoxha ndonjë ndeshje nga minuta e parë, por që ne që nga marsi kemi qenë pas tij, atëherë ne e kemi marrë në kombëtare, ka luajtur 2 miqësore dhe le të themi që udhëtimi në kombëtare është i tillë. Aty ka nisur udhëtimi i tij në kombëtare, por hap pas hapi gjithmonë janë rrugtimet e tilla. Kështu që është një lojtar shumë i rëndësishëm për kombëtaren dhe do të shohim si do të vendoset. Mister, sa njihni ju kundërshtarin, besoj keni studiuar përgjatë këtyre ditëve Ukrainën, ndërkohë çfarë i drueni? E quando parliamo di Ucraina parliamo anche del girone, un girone molto duro, difficile. Tutti e 4 squadre nazionali hanno fatto un europeo, molto buon europeo, abbiamo visto Ucraina anche prima, abbiamo Rebrov, suo allenatore, è bravo, organizza molto bene la squadra, c'è calciatori molto buoni, centrocampo, Sudakov, Ceparov, Mudrik, 2 centrali di destra e di sinistra, il portiere. È una squadra tecnica, molto fisica e organizzata. Abbiamo visto, hanno fatto un bel europeo. Il nostro girone è difficile, noi dobbiamo affrontare molto seriosamente, poi perché non sarà mica semplice. È una squadra tosta, fisica e molto tecnica. Është një grup i vështirë i gjithë i Nations League, sepse të 4 ekipet e kanë bërë xhiron e Europianit, kanë qenë në grupet e Europianit. Trajneri i Ukrainës Rebrov është një trajner shumë i zoti, edhe i cili organizon shumë mirë skuadrën, ka lojtarë shumë të mirë, fizikisht shumë të mirë, ka mesfushor po aq të mirë, janë teknik edhe din si të menaxhojnë situatat. Kështu që ne duhet përballemi me gjitha ekipet, me gjitha këto situata.
Mister Mercatoja është mbyllur pak ditë më parë dhe pati disa lëvizje të orëve të fundit me Armando Brojen që u transferuar tek Everton, Mario Mitaj në Arabinë Saudite, por edhe Nedim Bajrami tek Glasgow Rangers. A jeni të kënaqur në përgjithësi me merkaton e futbollistëve të kombëtares apo prisit në një lëvizje tjetër diçka më tepër? Mi è mancato solo il finale, ho capito quasi tutto. Sei contento con la mercato che hanno fatto i giocatori? Sì, ho capito, era quello. Sì, sono contento. Anche una cosa che noi siamo un po' indietro. È un momento difficile dei calciatori. È europeo, vacanza, fa il ritiro. Tanti di loro erano con la testa in un trasferimento. Mica semplice da gestire tutta questa roba. Noi siamo lì indietro da ognuno di loro. Ho parlato con loro, sono contento del trasferimento. Noi siamo anche contenti una volta che il calciatore è libero e tranquillo. Il calciatore deve sentirsi così, felice, da sviluppare il suo lavoro. Siamo contenti di tutti loro, auguro a tutti loro una stagione bellissima. Në grupin e kombëtarëve, Një moment, vetëm për time. Po, ne vazhdimisht i ndjekim lojtarët tanë, ka qenë një moment i vështirë duke qenë se pas Europianit kanë qenë pushimet dhe lojtarët kanë pasur edhe këtë presionin e merkatos për të bërë lëvizjet e tyre, jemi vazhdimisht pas tyre, por jam i lumtur, jemi të gjithë të lumtur si staf teknik, sepse kur lojtari është i lirë, po ashtu ndjehet më relaksuar edhe mund të përqendrohet pak më tepër në lojë. Por që jemi shumë të lumtur të gjithë si ekip. në grupin e kombëtares rikthehen futbollistë që nuk mundën të ishin europian, si rasti i Myrta Uzunit, por edhe futbollistë që ishin atje dhe nuk luajtën asnjë minutë, si rasti i Ardian Ismailit. A është e vështirë për ju që të rikthesh entuziazmin e duhur te këta futbollistë përpara një edicioni si Liga e Kombeve? Questo è difficile, no? Ho capito tutto no. Dopo l'Europeo che Uzuni e Ismaili non hanno avuto l'opportunità di giocare, è difficile per lei trovare la motivazione per loro per giocare, per fare bene alla nazionale? Ma guarda, questo è un lavoro di una nazionale, ho sempre detto. Per fortuna ho avuto la possibilità di lavorare in una società e anche in una nazionale. Ho fatto un percorso importante con Brasile, ho visto, è un altro mestiere, è vero, ma è stato lì. Una nazionale è sempre aperta e dopo tutti i calciatori che vengono, a prescindere dalla situazione, vengono con la voglia di giocare, di metterci la maglia del suo paese e giocare. Quello non si negozia. E noi abbiamo visto tutti i calciatori arrivano con tanta voglia di andare al campo, giocare, e tutti per noi sono importanti, poi quello non mi preoccupa più. Una volta che un calciatore non ha voglia di metterci la maglia da giocare, non viene. Quello è il lavoro nazionale. Una volta che loro ci la sentono da fare, vengono, è sempre aperta una nazionale, non mi preoccupa in assoluto. Anche abbiamo visto 4 giorni di allenamento, loro sono carichissimi. Kjo është puna e kombëtares në fakt. Unë kam pasur fatin të punoj edhe më përpara në kombëtare të tilla, sepse kam qenë edhe pjesë e Brazilit dhe tashmë tek Federata Shqiptare e Futbollit me kombëtaren e Shqipërisë. Kombëtarja është e hapur për të gjithë. Lojtarët vinë me shumë dëshirë, i kemi parë që vinë me dëshirë për të luajtur, për të veshur fanellën e Shqipërisë për të përfaqësuar kombin, sepse unë mendoj që kur nuk ka dëshirë për të veshur fanellën dhe për të përfaqësuar njerëzit, aty një lojtar nuk mund të japi shumë. Kështu që nuk kemi të shqetësuar, kemi bërë 4-5 ditë stërvitje deri më tani dhe i shoh të gjithë të motivuar. Gjatë drejtimit tuaj në kombëtare keni përdorur shpesh skemën 4-2-3-1, por së fundi edhe atë 4-3-3. Me këtë të fundit duket sikur Kristian Aslani është më i lirshëm, më shumë në kontakt me topin. A e ke menduar që do të jetë kjo vazhdimësia apo do të rikthehemi sërish tek skema 4-2-3-1? Prima lei avete usato questa schema, ma adesso nell'ultimo tempi abbiamo visto che lei ha usato questa schema che Aslani ha più posizione e più responsabilità. Continuate con questa o ritorniamo con la prima schema? Io se ti rispondo praticamente ti do la squadra. No, guarda, in serio, è vero, noi abbiamo utilizzato in un anno e mezzo un 4-3-3, Varsovia, dopo 4-2-3-1, andiamo fino alla fine della qualificazione così, 2 amichevoli a marzo 4-2-3-1, Chili, in Svezia 4-3-3, di maniera che all'europeo eravamo un po'
La squadra, secondo la caratteristica dei nostri calciatori, possono fare quello e anche un'altra cosa, un 4-4-4-4-2. Per la caratteristica dei calciatori, non sono solo io, ci sta gli staff, gli allenatori, ma dobbiamo capire la caratteristica dei calciatori. E noi abbiamo anche per fare un 4-4-2. Bairami può giocare dentro, fuori, Seferi fuori, come un seconda punta, Usuni. Bravo, Usuni noi abbiamo preso anche perché lui da noi, adesso l'ho detto, fa un punta, perché Usuni, il Granada, su squadra fa un attaccante, lui non è esterno, poi esterno è Hodja, come abbiamo detto. Poi abbiamo possibilità, ho detto che la Ucraina c'è calciatori forti, buoni, ma noi anche abbiamo calciatori forti, calciatori che stanno crescendo con voglia di fare qualcosa diverso. Quella è lunga, chiedo scusa. Po, është e vërtet, ne për rreth 1.5 vite, për 1 vit e gjysmë kemi luajtur me skemën 4-3-3, më pas edhe me skemën 4-2-3-1, gjatë 2 miqësorëve kemi luajtur me skemën 4-2-3-1 ndaj Kilit edhe më pas 4-3-3 ndaj Suedis. Por ne I përshtasim skemat sipas karakteristikave që ne kemi tek lojtarët. Lojtarët tanë mund të punojnë me të dyja këto skema, por mund të bëjnë dhe skemën 4-4-2. Stafi duhet të punojë dhe të kuptojë karakteristikat e secilit lojtar për ta përshtatur. Kemi Bajramin I cili mund të luajë edhe në të majtë edhe pak më I përfshirë brenda, ndërkohë sulmuesi Seferi mund të bëjë edhe rolin e një sulmuesi pak më të distancuar. Uzuni mund të luajë si sulmues qendror, duke qenë se tek klubi I tij ai luan si një sulmues I tillë, kështu që ne kemi lojtar të fortë, duke njohur karakteristikat e secilit lojtar, mund të përshtasim disa skema të ndryshme. Okej, kalojmë me pyetjen e gazetarëve që po na ndjekin online. Pyetja e parë për Endrit Saukun, TV Klan. Endrit. Atëherë, trajneri normalisht synon që të ketë fitoren në këtë sfidë, po si do jetë strategjia që do të ndjeki në këtë takim, do të sulmoj direkt, do të kërkoj golin apo do të pres kundërshtarin? Nuk besoj se mund të zbulojnë shumë vetëm nga kjo gjë. ¿Cuál será la strategia contra Ucraina? Le chiede il gol prima o guardi la situazione dopo attacca? Ma guarda, io penso che è molto difficile da prevedere una gara. Tu ci lavora sopra, ma io penso che domani è una gara tecnica, aperta, con transizioni, molta parti tecniche, transizioni veloci di tutte e due parti perché loro ripartono molto bene, hanno calciatori veloci, tecnicamente forti al centrocampo, poi anche noi siamo una squadra che ripartiamo, abbiamo qualità tecnica. Io penso che domani c'è la possibilità di vedere una bella gara, magari possiamo andare forte perché Ucraina, ripeto, è una squadra molto forte, un girone difficile, equilibrato e domani ti aspetta una gara molto difficile. Është e vështirë për të parashikuar një lojë si nga ana teknike, por edhe nga ajo fizike, por kjo do të jetë një lojë shumë teknike, shumë e hapur. Ata bëjnë një tranzicion shumë të shpejt, kanë lojtarë të shpejt cilët nisen shpejt, po ashtu qendrën e ekipit e kanë shumë të fortë, kanë lojtarë shumë cilësor. Ka mundësi që ne të shohim një lojë të fortë, të bëjmë një lojë të fortë, duke qenë se edhe Ukraina është një ekip I fortë fizikisht, teknik edhe I shumë ekuilibruar. Kështu do jetë një ndeshje shumë e vështirë, por që do ta luftojmë. Pyetja e radhës nga Kristi Setlari, Panorama Sport, po Krist. Po, sa kanë ndikuar ndryshimet që ka pasur grupi, jemi pa dy mbrojtësit e qendrës titullar në Europian, si Gjimshiti edhe Ajeti. Ciao Chris, è un piacere. Guarda, abbiamo detto anche a Varsovia la prima volta che abbiamo stato frente alla squadra, la prima gara, abbiamo perso anche in quel momento Ismaili, I Jimmy, oggi abbiamo perso Ajeti, I Jimmy, anche abbiamo parlato un po' del calciatore che hanno avuto pochissime vacanze.
La nazionale si lavora così, aperta, è un'opportunità per tutti, dobbiamo andare al campo e farli migliori. È così, la nazionale si lavora così, non sono 23 calciatori, sono 35-40, purtroppo oggi io prendo 23-24, ma ho lasciato a casa 10-12, è così, e la cosa va veloce, è il lavoro di una nazionale. Si që thash, në Varshavë kemi pasur para shumë të njëjtën situatë, duke qenë se ishim pa Ismailin edhe Gjimshitin, sot jemi pa Jetin edhe pa Gjimshitin, por ne kemi dhe lojtarë të tjerë të cilët mund të përshtaten, lojtarë që ndoshta kam më pak minuta, por që kombëtarja është e hapur për të gjithë dhe mund të jetë një formë, një lloj mundësie për këta lojtarë që nuk kanë pasur hapësirë. Por do të ishte shumë e mirë për mua që të kisha më tepër hapësirë për të marrë lojtarë të tjerë, unë mund të marr vetëm 24 lojtarë në këtë grup, por mundësia është për të gjithë, kombëtarja është e hapur edhe do kenë hapësirë në moment tjetër. Pyetja e fundit nga mediat shqiptare, Mantha Prokopi, Syri TV. Përshëndetje, në fakt, përballë Ukrainës që ju e vlerësoni shumë si një kundërshtar të vështirë. Luajmë në transfert, mungon Gjimshiti, mungon Broja. A është Silvinjo i kënaqur me një pikë në këtë transfer? Senza Broja, senza Gjimshiti, giocamo in trasferta, lei è contento con un punto? Precedente. Ma guarda, io sempre l'ho detto, l'ultima gara di qualificazioni abbiamo fatto una trasferta a Moldova, il pareggio ti serviva, ma nessun allenatore nel mondo prepara una gara per pareggiare, è impossibile. Tu prepari una gara per vincere. E Ucraina è forte, certo. La gara è difficile domani, certo, ma noi ci prepariamo per vincere. Dopo gara è gara, si pareggia, si perde, si vince. No, noi lasci stare, sì, è vero, calciatori importanti come Jimmy, però e tanti altri, ma noi dobbiamo giocare, andare al campo forte e vediamo, ma la logica normale è prepararti una gara per vincere, dopo vediamo. E kam thënë edhe më parë, në ndeshjen e fundit ndaj Moldavisë, gjatë kualifikueseve, ne na mjaftonte vetëm një barazim, por nuk mendoj se ka ndonjë trajner i cili mjaftohet vetëm me barazimin apo edhe me humbjen. Ne nisemi gjithmonë përfitore, gjithmonë mendohet skema edhe çdo gjë tjetër për të marrë rezultate më të mirë të mundshëm. Sigurisht që kemi lojtarë të rëndësishëm të cilët na mungojnë, por që ne do të futemi në fushë për të luajtur shumë fort për të marrë rezultatin më të mirë të mundshëm nga kjo ndeshje. Я маю те саме питання до тренера, яке я ставила гравцеві, враховуючи участь обох збірних у Євро-2024, як ви оцінюєте їх підготовку до нової кваліфікаційної кампанії Ліги Націй? Перш за все, звичайно, збірної Албанії, але також, що ви можете сказати про підготовку збірної України? Чи переглядали ви матчі, і що ви можете сказати про нашу команду? Дякую. Actually, the question is the same as it was to the player. Considering that both teams played at Euros, how do you assess the preparation to the Nations League match? And can you just assess the national team of Ukraine as an opponent? E njëta pyetje njësoj si që bë dhe lojtarët Ramadani, pas Europianit, të cilët të gjithë ekipet ishin pjesë e Europianit, si e vlerësoni ju ekipin e Ukrainës, si po përgatiteni edhe si po përgatiteni për këtë ndeshje? Listen, it's true. Not just Ukraine and Albania has played the last European, but even Czech Republic and Georgia. So the group is very hard, very difficult, as I said before. So even we are talking about a different competition. European is a maximum, it's unbelievable. And you have to understand that Nations League is very hard, very difficult, but it's a different competition. You have 3 months, 6 matches. So you have to do our best. And also, I'm a bit worried in that moment because the players come from holiday. As I said before, so a bit tired, no holidays, come back to the team, have got a pre-season, it's a difficult pre-season, just 1, 2, 3 matches, come to the national team, different works, traveling a lot, so it's very hard, very difficult, and also it's very important to put in mind of the players that it's going to be really hard, difficult, and you have to do it.
doesn't matter how difficult is it, but you have to do our best in the next 3 months. Я можу сказати, що не лише Україна. Është vërtet, jo vetëm Ukraina dhe Shqipëria kanë luajtur në Europian, por edhe Republika Çeke edhe Gjergjia. Është një kompeticion shumë i ndryshëm. Europiani është maksimumi që mund të arrihet. Nations League është një kompeticion pak më i ndryshëm, janë 3 muaj, janë 6 ndeshje, ka një lloj intensiteti tjetër. Jam pak se i shqetësuar sepse siç e thashë më përpara, lojtarët vinë pas pushimeve, kanë pasur një grumbullim, më pas kanë luajtur pak ndeshje, përsëri tashmë grumbullime kombëtare funksionon pak më ndryshe nga klubi, por që e rëndësishme është që lojtarëve t'ju fiksojmë në mendje që edhe ata ta brendësojnë që duhet dhënë më e mira dhe duhet futur në fushë për të marrë maksimumin. Маємо зважати, що не лише Україна та Албанія брали участь у Євро, а і Грузія, і Чехія, які також у нашій групі. Тому можу сказати, що загалом наша група у Лізі націй дуже-дуже сильна і дуже серйозна. Але я хочу підкреслити, що коли ти граєш на Євро, це просто максимум для гравців. І тому вони викладаються на максимум, вони показують все, що вони можуть і віддають всі свої сили. Ліга націй – це, звичайно, трошки інший турнір, але все одно ми будемо робити максимум для того, щоб показати себе, проявити себе. Я хочу зауважити, що, звичайно, ми нещодавно зібралися і всі ми розуміємо, що у гравців було дуже складне літо, тому що вони зіграли на Євро, потім у них були зовсім маленькі канікули, вони зовсім мало відпочивали, і потім була передсезонка в їх клубах, і вони всі в різних кондиціях. І зараз ми, звичайно, вимагаємо також від них великого вкладу і зробити все можливе, на що вони здатні. І, власне, це те, про що я говорю. Незважаючи на те, що їм може бути дуже складно, і незважаючи на те, який є суперник, ми маємо показати свій максимум просто зараз. No? Okej. Thank you guys. Thank you. Mirë, atëherë kjo ishte edhe pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë që ndoqët dhe ju uroj gjithë mirë. Thank you very much for your attendance.